Dhe në Vlorë në këtë vitet e fundit kanë qenë hapur një mensa për të varfërit. Ne imagjinojmë Vlora, qytet turistik, qytet ku qarkullon leku, a kanë varfërit? Po, kanë varfërit dhe kanë nevojë për një mbështetje. Dhe atje mos gabosha ndjekin ndihmojnë 40 situatet të ndryshe. Njëta gjë në Saranda. Në Saranda edhe ka një mensa që kujdesu për fëmijë. Do të thënë motrat që punojnë atje kanë një mensa që ushqen fëmijë shkollës. Që do të thënë njerëzit e shkollës shkojnë në shkolla shtetërore të tjera dhe pastaj për dreka shkojnë në falas të motra. Ed atje Saranda është një qytet turistik, si mund të jetë që atje ka këtë problem dhe është. Do me thënë varfëria edhe nga në ushqimit akoma ekziston në Shqipëri. Dhe si në Shqipëri, si në gjithë vend ku zhvillohet, sepse kjo është problema. Se me zhvillimi ekonomik disa shkojnë për para e disa ngelin mbrapa. Problema është që si shoqëri nuk do të lejojmë që njerëzit të rrinë mbrapa e shumë mbrapa. Se kanë disa që kanë ardhur 100 hapat më para e tjerët akoma janë duke lidhur këpucet. Dhe kjo është një padrejtësi. Dhe për këtë uno flasë dhe për varfëria, se pastaj shoqëria nuk ka atë ndërgjegja për të ndihmuar njëri me tjetrin.